Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani dhe Glen Laknori sjellin Mirëmbrëma pasi ka desur një kanë fjer, u shkaputa çik përpara. E ke parasysh rreth rrotullimin e Rogozhinës? I çik më para. Ore pse bëni sikur unë nuk ekzistoj në fillim? Barsaleta ka qenë në Kuelam me shkak të pjesës. Nuk e batutën unë, çfarë problemi keni? Tashmë si çfarë. Urime një herë për syzet. Komplimenta për lukun. Faleminderit, jam nxirr pak, kam bërë çik botox. Pse? Sepse. U harrova që ti delte syu. Jo, ka një arsye. Jo, vetëm se tek këtë. Është një sek që quhet Black Eye, e peate që erdhi nga jashtë. Ishte me sy të zi. Ishte kaperenën e. Ishte kaperenën. Ka dhe një teori që kur i bëhet një shëring aty, jo, kaperenën e infeksion, u zgjidh kriza në Kosovë. ZB kryetari i bashkisë. Nuk ma ban. ZB kandidati kryetari i bashkisë. Okej, edhe kjo është kaperenën, nuk është zgjidhur akoma. O Babato mori. Fal, kjo është këngë Dardane? Këngë Morlla, është këngë e famshme e Yllit. Edhe një herë të lutem. O Babato mori. E ka emri babait të Baba Tomori, po më. Baba e Yllit e ka emrin Tomor? Jo më lash, ai Kemali i Tomorit. Mali, ai që thot Sazani. Mali Tomorit. Baba Tomorit. E kuptoj. Është momenti se një herë më një herë ta. Se rrena dhe mund të themi rrugës, por me që jemi te Baba Tomori, e shoh që duhet përvesh mëngat. Pas ka ritëm ky emision. Profesor Sazani që Harry Potter shkonte te Baba Tomori për të marrë energji. Pse se marrin me Sazanin, unë kam mik vjetër ta ngacmojmë këtu me zgjidhje. Kur të duash ti. Me që ti ke mik Sazangorin, mund të lidhesh me të që mua të më prezantoj me Harry Potter, të lutem? Patjetër. Sazan ke një ftesë publike. E kam shumë gjatë. Ja Sazani. Ja Sazani. Shkop ke, bish fshes e ke. Jo, ta kam thënë që arsyeja vetëm pse zgjedh të mos jem shtrig është se më duket shumë me sikletshme. Ta kam thënë, ta kam shkruaj dhe me letër dhe me gojmoj, ta kam thënë, ta kam shkruaj dhe me letër dhe me gojmoj, ta kam thënë, por veç teje nuk do tjetër gocë do bukur në Tiranë. Çe nuk jam ja zhurnuar me billboardin e fundit të kamerenës. Jemi në Radio Shqip. Je datlindja 52-shi. E kupton. Skeçi i bën vlla. Jo, kamerenën. Sa 53-shi? Ja, 54. Edhe ti brut. Ore, 39 vjet sa I bie. 39. Po. Kur ishte këtu 39 isha 40. 2 shekuj përpara. Vetëm 2 Sa I mirë që është skuqet po përmendëm Kosovën dhe nuk përshëndetëm. Kurse ke përmend as si moment Kosovën. Dugin po e përshëndesim, patjetër. Edhe Vjosën do ta përshëndesim. Vjosa Osmani përshëndetje në këtë moment po transmetohet edhe në Club FM Kosovë. Po, është kaq e vërtet sa presidentja Vjos Osmani ose përndryshe I themi Barbie. This Barbie is the Barbie Osmani. Shumë e njofti Siria Kosovën. Ishte aty ajo. Pyetja është Palestina pse jo? Avash. Okej. Kur të mbledhi vetë do ta bëj. E rëndësishme është që jemi rikthyer prapë te Kaperenën. Ky është një program I cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga fondacioni që shoqëria e hapur për Shqipërinë. Mbyllë pak se na u derdhe këtu, ama të keqen. Si e ke kalu këtë javë? Ke rreth një çika apo? Mirë, jo, kam qenë me shfaqje. Si shkoi shfaqja? Në Fier, po shkoi shumë mirë. Faleminderit dhe juve që më dhat mundësi të largohesha pak më përpara. Se ishte trafiku deri këtu nga Idhrimi. Vetëm se duhet të qëndrojmë sot pak më shumë. Të rrim sa doni, jam gati të flemi jo. Ajo që është e vërtetë dhe duhet ta themi e vetmja që punon nga mëngjesi në deri në darkë për të thënë të vërteta dhe jo gënjeshtra është përballë meje. Patjetër. Është Greta e cila çohet në mëngjes të sy. Po e kemi parë. Jo, çojmë te shtëpia ime. Ke influencuar në jetën Flavio si është dobësuar? Ka ish pipin. Ka ish pipin. Po si duket edhe unë vetëm dobësuar. Tashim, nuk shkonti në dot në këtë nivele. Ne po flasim me Rime këm tokti. Të të shfrymë mirë Flavio pasi do merrem me ty. Unë duke ndenjur me ty do dobësova. Flavio e merr energjinë tënde pozitive dhe unë jo. Çka ka mes nesh që nuk shkon? Nuk e di. Flavio ne pa zoti, flasim për herë për Flavio këtu ne. Allah vlale. Dhe unë mezi pres që të pres këto video për t'ia dërguar. Kapet ta veçi sikletën. Po Ilca me Albinën çka kishte?
Kush Elsa? Pse prape? Janë zëne? Ne do i thënë gjyq. Jo! Mos bë sikur s'punon media. Elsa Yn, Elsa Lila. Këngëtarja e njohur Elsa Lila ka bërë deklarata të forta në intervistë të fundit. Kështu është kur i kryetari i ri, dashur ti. Është kthyer te polemikat e festivalit 61 ku fitoi Albina dhe jo Elsa. Po pra, ta dish nuk është thashë them, është thjesht lajm i vërtet. A ka dorë në këtë gjë Boku për të diskutuar? Për të diskutuar. Kujdes me Bokun. Po. Nuk ta ka smur njëri Bokun, se kemi xhan vet. Fitoi dhe shkoi në Eurovision kënga Duje, që e këndoi gjithë familja. Duje është folje që duhet zgjedhuar? Si funksionon? Nuk e di. Është një salc, është nduje. Nduje është në pulja, është sa e mirë që është pulja me kalabri, domethënë. Vetëm se pak pikante dhe mbasi konsumon mirë nga ajo. Me Elsa e kanë bërë në Rom. Me Elsa e kanë bërë në Rom, po, ka çu Elsa. Çfarë këngë Pas ka thënë Elsa Evita, kishte Evita më duket. Nuk e di, Kam jetuar në shpejtësës në Rom, kështu që jemi mish, po patjetër. Pas kam njohur. Mund t'i tregojmë dokumenta. Ti dhe Elsa? Patjetër, aty ku ka ndodhur gjithçka. Aty ku ka ndodhur gjithë libri. Gjithë libri. Aty kanë jetuar. Po snifti më ore. Po ti çfarë lidhje kishe? Kisha në vepër guid në Rom. Edhe un kam jetuar. Nga që nuk dia rrugët dhe mazili. Unë kam jetuar një herë me Elsën. Kjo është gjë shumë e mirë. Bëja kokën e Unë Prishtit. kam marrë një autograf. Ju mendoni që mu dha haku që meritoja, thot Elsa. Mendoj që jo, ç'publik. Elsa të përshafojnë. Po. Do t'ja dalësh. Po pas ka thënë në emisionin Mi mbrëma yjet. Po pra, po. Ma thuj çik në. Ti jeton në Tiranë apo jeton në Spanjë? S'po të marrin vesh. Unë në Irlandë kemi te emisioni Arbanës. Si thuhet? Arbana Osmani. Po e ka në kanalin e vet Mi edhe. mbrëma në anglisht. Si është? Mirë mbrëma në anglisht. Kalinishta. Kalinishta Kalottaksidis. E kuptova. Asteria. Megjithatë çështja pas ka shkuar në gjykat. Po gjykata tani çfarë do bëjmë me reformën e drejtësisë? Presim. Përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin nga Spaku dhe veçanërisht zotin Dumani. Si s'ma kisha thënë ti më valla. Çfarë? Por më lexova sot që zoti Dumani ishte pastor, predikon kish. Po sigurisht po pse si? Predikon kish. Po me radhë. Po thuan se po i thamë gjithë apotat e parë. Çfarë do bëjmë me apotat? Çfarë predikon kish? Çfarë predikon? Do ta them pas emisionit. E ke dëgjuar herë? Kish predikohet gjithmonë ungjilli, nuk predikohet në gjë tjetër. Patjetër, po paradigmat e ungjillit ai predikon. Ky është një mësim tjetër. Çfarë raporti ka ai me? Atë mund ta thotë vetëm ai me Tagram Blecin. Aha. Ilir Metën. Çuna me gjithë respektin domethënë për besimin tuaj ne satanistë, domethënë nuk dim nga paradigma dhe as nga zoti Dumani. Mund ta nisim të program. Po ti zemra pse s'briten ferr? Rri këtu. Rrima me ne. Janë kohë të këshia, më çuna e disa nga shku taksat para. Po rrimi shpirtin edhe ne po lutemi për ty që të shpëtohesh. Jo, e keni njoftë Salilën para meje, domethënë. Dashuria ime parë. Po ma prezantoj. Se loti që pikon. Rrjetet sociale shkaktojnë shpesh viktima tek njerëzit. Unë e kuptoj që ti do dalesh në temë, për ne që burg emisioni, se ne fillojmë shumë natyrshëm dhe spontanshëm, por do flasim mirë për numra telefoni, ç'a fitohet sot, si qysh çift. Ka kohë. Të riqet ju kërkojnë, i kam unë këto, mos fu dorën. Okej, në rregull. Rrjetet sociale shkaktojnë shpesh viktima tek njerëzit e thjeshtë. Për sa i përket kompanive serioze dhe madrave të cilësisë lartë. Okej. Prej ditësh në Facebook qarkullon një faqe që titullohet Neptun AI. Po me gërmë. Ai Neptunit apo është për edhe I. E përshëndesim. E cila përdor logon e kompanisë, ndërsa jep një adresë shitore në Sauk Tiranës, gjithë me varezat e dëshmorëve. Aty ku ne ti njava i majmunit që kishte i ka kopshi. Shitoria, varri i Demit, pastaj jemi te Qimalsa. Po. Në këtë faqe çmimet e shumë produkteve të cilësisë lartë, si Smeg, gjenden me çmime qesharake. Lastohu me Smeg. Po, kjo faqe shkruan Shok pra në shok si mik apo shok? Jo, shok. Mund ta marrësh po ta shkruajnë si shok. Po me gërma ndryshe. Neptun po shpërndan sete luksoze dhuratash plotësisht falas. Me rastin e ardhjes së parë të markës Smeg në Shqipëri, Neptun dhuron për të gjithë një set fantastik me çajnik plus tostier Smeg. Falas, ma sillni më set, se duhet për shtëpia. Rastin e ardhjes së parë. Smeg ka disa vite që është. Ka 20 po këta një set mu falas. Dhuratat mund t'i marrin gjithë banorët e Shqipërisë, sasi është e kufizuar, merrni setin tuaj falas tani. Merrni setin tuaj falas tani. Por që të merren këto dhurata, duhet t'i përgjigjesh më parë disa pyetjeve në formë kuici. Po mirë. Të cilat ndodhen në një tjetër link. Interesante. Klikon ti mbi këtë link. Okej. Jo vetëm që nuk të hapet faqja,
por kompjuteri i mbrojtur, siç janë këto Mos kompjutere preferoj Gjej Albanis. të njoftojnë për praninë e një virusi. Për ndryshe, nëse nuk e mbrojtjen e dur, e merr virusin dhe pastaj hapet të lashe tjera. Nuk ka problem se jemi kohë vaksinash. Marrin vaksinat. Po, marrin vaksinat. Ja dhe një tjetër njoftim në këtë faqe. Çajnik pothuajse fala smek për banorët e Shqipërisë. Për të parë në Neptun ofrojmë çajnik tostier smek vetëm për 240 lekë. Ha pra smeku bëhu një bamirës. Mirë një shembull. Nxitoni vetëm 48 komplekte janë të disponueshme me çmim special e pla. Që është etc. Klikoni butonin aplikon tani, më poshtë për të mësuar më shumë e bla. Etc. Shumë rrallë. Që herën e parë ishte me p, herën e dytë u bë me p. Okej, hyp mbrapa. Mua më bëri shumë përshtypje. Pra e mira është të bëni të kundërtën, mos të klikoni fare, kurse në ne të kaperrenën kemi njoftuar të dyja kompanitë, si Neptun ashtu dhe Smek. O sa mirë kemi bërë. Ishte shumë sa kishe aktivulim të zakonshëm. Si patronazhist më duk. Edhe mund të jesh, nuk e dihesh. Ky është administrator me lekët ke lagja. Jo, ai është Flori. Është si nxjerr batyre. E kupton që punoj për partnerin, nuk jam kështu ordiner. Nuk jam. Tani do e numrin e telefonit thuj. 069 20 70 222. Këtu në fare të radios kombëtare. Do doja të vazhdoj me një ritëm, po nuk e bëj dot. +33 4955 1144 është numri në të cilin mund të na drejtoheni nga Kosova. Dhe luajmë për një abonim në Tring. Uja këto që thon sportifiko? Sportifiko, plago. Hey, ti sportifiko me Tring. Vesh apo jo? Jo. Nga 4-5 abonime kanë bë gocat, se kujtojnë se po sportifikohet si Lorik Cana. Bukur Se kanë sportifikimin si tonifikim to, ngatrohen. Sportifiko do të thosh se Serina, shofi Bundesliga. Ose thjesht direkt interes për Lorik Cana. Champions League. Po ishte Flavio prash. Një rregull vlla. Si më qenë sponsor e emisionit Flavio. Nuk fol për unë në Erasmus për pastaj. Po. Ju pëlqen shumë që shel gjithmonë nga kamera. Jo, të gjithë më shohin sy. Po pra. Më shohin sy. S'e shef dot. Se nga kamera pra. Okej. Ta dizej më. Ta dizej. Smershëm. Atëherë, ata që do fitonin muajin abonimin mujor. Ka i koha pasyrës nga poshtë. Se është mirë tani. Se do ta fitojnë sepse ata do të kapin renat. Fatyra keqe. Do të kapin gënjeshtrën. Patjetër. Nëse unë dhe Egi do të lexojmë nga një variant të së njëjtit lajm, ju duhet gjeni cili prej ne dyve po rren. Deri tani këto 4-5 javë të fundit ka rrejt Greta, po keqja. Çfarë puntate është kjo teta? Kjo është e teta, e vërteta. Eighth. Dëshironi të dini variantin e Greta. Ju lutem dilni tem. Patjetër. Një video që është parë mbi 150.000 herë në Facebook pretendon se tregon shembjen e një xhamie në Kin. Ka xhami në Kin. Ka patjetër. Patjetër. Ua sa serioz u bë ti shumë. Ju do mos me dekonspironi lajmin. Ky pretendim është i rrem. Me anë të motorit të kërkimit pamor, Google Lens, që i kemi mësuar nga faktoje, vetë faktoje, gjeti se video e cila ndodhet këtu bashkëngjitur. Po. Është postuar në TikTok më 8 mars 2025 me mbishkrimin në gjuhën indoneziane, i cili thotë: Dita e dytë e çmontimit të parkut turistik Hibisk në Punkak Bogor. Jo më po, pse nuk e tha në origjinale vëlla? Pse e tha në shqip? Ka drejt në vetë. Thuaj në gjuhën indoneziane. Në indonezisht keni. Le flasë bur, le flasë. Miq na prek me dorë të dyve, po pak ndalë me fol. Mbishkrimi përfshin gjithashtu një deklaratë në anglisht ku thuhet se ndërtesa është një ndërtesë në stilin indian në një park. Pra jo një xhami. Parku në fjalë ishte një park argëtimi në Punkak. Një qaf malore në provincën Java perëndimore të Indonezisë. Jo si ti. Mbarove? Gjithmonë ka dhe version tjetër. Ka version. Prandaj shpik muzikë alternativ çift. Faleminderit madhit Zot që mbylli MTV-n. Si ikën e keqja. Një video. Fal pse përqendrohesh. Pse pëlqen shumë. Të dashuroj. Ajo është watch, jo watch. Një video që është parë. Jo. Jemi të hapur, nuk kemi kështu të mbyllur. Ne jemi para kombinatit, nuk kemi mbas kombinatit. Çdo gjë para kamerave. Para kombinatit, dhe mbas kombinatit. A vash ti, vaqarse. Një video që është parë mbi 150.000 herë në Facebook tregon shembjen e xhamisë në Kin. Human Rights Watch ose what? Si Gori John direkt në fal xhaxhi. Në një raport të vitit 2023 akuzoi Kinën për mbylljen, shkatërimin dhe ripërdorimin e xhamive në provincat Ningxia dhe Gansu. Në
Veri perëndim të vendit OKB ka thënë gjithashtu se Pekini ose Peqini atyre mund të ketë kryer krime kundër njerëzimit në Xinjiang, ku jeton një komunitet i madh ujgurësh musliman. Po, Kina pjesa në Tiranë, nëse të kujtohet. Okej. Në Kolej Doktore. Po, Kina i ka mohuar fuqimisht akuzat. Sipas Pekinit, muslimanët gëzojnë mjaftueshëm vende fetare dhe qeveria ka financuar riparimin dhe mirëmbajtjen e këtyre xhamive që po flasim. Okej, tani kush po na rren? Greta apo Egi? Kjo është Unë gjithmonë pyetja. them të vërtetën. Dhe shkruani në numrat tonë telefonit Ka 069 Nuk u dëgjova, mund ta përsërisni? 069 Plus 33 49 55 1144. Futi një sigël, je. Mos tiki dëmë. Ka Berenën. Okej, kapa. Në maj të vitit 2023, një vit pasi Rusia sulmoi Ukrainën, Hama. portalet shqiptare dhe ato në Kosovë publikuan artikuj që befasuan lexuesit. Edhe i videos jashtë luftë. Fëmijët Është serb në po me trajnoheshin nga konferencë ushtria zyrtare. ruse Po për pse mund luftë. të Edhe bëhet një pushim? vit. Imazhet të fëmijëve me uniforma dhe me armë qarkulluan masivisht në mediat online. Mjaftoi një kërkim i thjeshtë në rrjet nga faktoje për të zbuluar një të vërtet krejt tjetër. Pa e kanë zakon, Me janë të mërshme. bezdisshëm fare. Po si Pamjet zhur pompe në është fakt- faktor. Ka bërë zhura pompe. Nuk Ma është Halloweeni nesër. ishte shumë e bukur Si mund ta kjo. themi faktore. Kam lavatriçe. Pamjet nuk ishin të reja, aty shfaqeshin stërvitje të fëmijëve që kishin ndodhur 5 vjet më parë dhe që organizoheshin nga Ti një me kompani fytyrë private atë do ruse. festa. Po. E Po, me është akronimin boll e frikshme, nuk ka ENOT, nevojë e për cila normal. aktualisht nuk operon më në Serbi. Kjo ngjarje është vetëm një shembull i mënyrës se Janë si shtu dezinformimi klikimet nga YouTube. rajani nga Perfekt, rajoni 50.000 thoshte. i Ballkanit E perëndimor përdorin- arrin të përdorin deportojnë në nënat për të Shqipëri dhe në shifë fëmijët, ose Kosovë. të erdhi ky xhaxhi E kupton nga që mëngjes. ju krijoni këtë kakofoni, domethënë nuk e kuptuat fare që thash çdo fjalë të mundshme, thash gabim. E the gabim, po, Dhe e. kisha vetëm Ronin të çuditur Bëm që të përballë. të mbulonin, prandaj. Prandaj. Se ne dinim që do ndodhte, kështu që çat bëjmë i marrim masat, flasim në Sa mirë paralelisht. që kuptojmë Që kaq të ketë ai mirë vështirësinë puna. mund tim. Sa mirë që A do kuptojmë. të vishte unë të kesh pamje të bukur. Jo më valla. Mirë i shif Genti për çfarë them. Unë ja u kam thënë, ta kam Është shkruar edhe shumë me letër dhe ma. me gojë ta kam thënë. Për veçteje nuk do tjetër gocë më të bukur në Tiranë. O ore ky billboardi Kush nga është ky, ma? i gjithandej. Nga i Ecim. gjithandej. Ecim. A ju kujtohet që Ne shikon. Të lutem jo në formë histerike. Shiç bën kur merr një kompliment. Po, pra. Ky është problemi. Ajo do të Vore. Nga babica. Jo, Ai- kanina. Po çan si, aty ku këndojnë yjet me playback. A më leja mos ja fut kodën përse ishte live. Çfarë bëj? Po. Okej, e dia që Na ishte thuaj mi një mbrëmje. personalitet tjetër nga kanina. Është gruaja e Skënderbeut. Është. Smile Qemali. Ju kujtohet që vitin e shkuar qeveria shpalli me buj krijimin e një task force Po. TF për kontrollin e ujrave të ndotura ose i bie ujrat të zeza. Patjetër. Lutem më mbaj këtë çfarë quhet kolonën. Aso kohë u premtua se 90% e ujrave do të jetë të shkëlqyera. Sot frytet e task forces tregojnë një tjetër realitet. Shqipëria mban vendin në fundin e Evropë për cilësinë e ujrave larës. Po vazhdoj akoma të këndoj mashme. këngën e Sila Musaj. Vetëm ose lag më. Ti more bur. Ramazonit. Është Sila Musaj. Ose la Musaj. Vetëm 162 biznese instaluan implante trajtimi Po pse më pak teksa. duken? Jo, mirë, është, nuk është keq. E pra? Po sepse 115 subjekte u gjobitën në shkeljet e ligjit. Patjetër. Xhakella Manela Top Tiraçe Pallënza. Aksioni i bujshëm për mbrojtjen e ujrave të larës që u cilësua emergjencë nisi 3 muaj para çeljes së sezonit turistik veror. Edhe që i bie përgjithsisht data 3 korrik ose 4 korrik kur digjen ato plerat në Vlorë. Edhe gjithmonë në këtë datë ndodh. Nuk është e shkruar, kjo ishte improvizim. Çdo një urdhro. Jo, vazhdo improvizo. Çdo njësi biznesi turistik duhet të ketë implantin e vet dhe të marrë përgjegjësinë e trajtimit të ujrave të ndotura në këtë rast, deklaronte aso kohë ministra e turizmit Mirela Kumbaro, e cila për fat tani e ka vendosur implantin e saj në Ministrinë e Arsimit. Megjithatë, qeveria synon të arrinte 95% të ujrave larës me një cilësi të shkëlqyer, praktikisht me flamur blu. Vetëm 6 Më fal, pse qeshni? Nuk qesh. Okej. Vetëm 16% e ujrave të shkëlqyer. Ani se pritshmërit ose adin në një farë. Se pritshmërit që të mëdha, buja bën të më tepër zhurmë se pasojat e groshës së ditës së hënë. Pra ne e mbylli berberë gjithmonë të hënën. Kuptoj. Kapa. Po ashtu siç ndodhi rëndom, për herë aksioni u shua ngadalë, duke ia lënë vendin aksionit të radhës pa sjell rezultat të prekshëm në terren.
Një vit e gjysmë pas ngritjes së kësaj task force, Shqipëria rezulton ende vendi me cilësinë më të ulët të ujrave bregdetare në Evropë. Bravo Egi! Shqipëri. Më shumë e pakta që mund të bëj. Faleminderit shumë. Ndërkohë që kemi një quiz aktiv. Si mendoni, a ka shembur një xhami Kina apo pamjet I përkasin shembjes së një parku argëtimi në Indonezi? E qartë. Koha gjithë sekretin do ta zbuloj. Nuk e di, por ju duhet na shkruani sepse jemi duke luajtur për një abonim një mujor në Tring OTT 069 20 60 7222 sorry. Dhe plus 33 49 55 1144. Të mos harroni që jeni duke ndjekur KPR-n ky program prodhohet nga Club FM me mbështetjen e Faktkohe. Dhe flet për veten e vet ashtu. Flet se është vet. Mundsohet nga fondacioni Kur Shoqëria themi faktore themi Keli. Ashtu Ashtu. pra. Ha, mbytu tani. Hajde me këmbë. Falkohe. Falcone shqiptarja. Falcone. Eci me dashur Greta. në një video që po qarkullon në rrjetet sociale na tregohet një helicopter I cili lëshon një pluhur me ngjyrë në ajër. Helikopter. Një pluhur me ngjyrë. S'ka mundësi. Pa kujli lë mjathar buzët. Mos është ai helmi për cilin e ka fjalën Alfred Sako. Janë parë mbi 500.000 herë në Facebook to pamje, shoqëruar me pretendimin se helikopteri po hedh mushkonja laboratorike në mënyrë që të përhapen viruse, prej të cilave do të shiten vaksina dhe barna të Big Pharma. Okej. Faktoje. Keli. Gjeti me anë të motorit të kërkimit pa marr me anë të motorit të kërkimit Mos u zhvish më riaq. Lens, jo, jam okay. Se video është bërë virale në rrjetet sociale të TikTokut pas publikimit më 30 nëntor 2024. Unë hapur e kam TikTokun akoma. Edhe unë. Po mbaje. Okej. Në botimin e videos origjinale nuk përmenden mushkonjat, megjasa video tregon një ceremoni zbulimi të gjinisë së bebit organizuar nga kompania Group 3 Helicopters që ofron këtë shërbim në Los Angeles. Modeli i helikopterit që shfaqet në video përkon me ato të përdorura nga Group 3. Rotori me temperaturë më të lartë I vendosur hekurit. në pjesën e pasme të majt, stabilizuesi të anën e djathtë dhe forma e tij drejtkëndore në pjesën e pasme të kabinës janë të gjitha karakteristika specifike të këtij modeli. Grimim. Nga që ka bë palestër, do më mbështet të Kompania deklaron në faqen e saj të internetit se përdor pluhur për zbulimet e gjinisë. Po sa absurde që nga kjo. Ndryshe nga kompanitë e tjera që preferojnë atë tymin me ngjyrë. Ky aspekt është I dukshëm nga shpejtësia e rënies së pluhurit ende të kondensuar. Prandaj shpërndarja e tij, pastaj shpërndarja e tij graduale. Por a e besojmë ne shqiptarët diçka të tillë? Jo. Natyrisht jo të gjithë, prandaj në fakt si popullimi besimbank. A e dini kush e ka fajin për këtë ngjarje? Sorosi. Faleminderit. Bashkë me Kelin. Bashkë me Kelin. Patjetër. Bashkë me Kelin. Atëherë vazhdojmë të jemi me këtë quizin. Si mendoni, a ka shëmbur një xhami Kina apo pamjet I përkasin shëmbjes I parku argëtimin në Indonezi? Na shkruani kush po rren, Greta apo Egi? 069 20 70 222. Plus 33 49 55 1144. Luajmë për një abonim një mujor në Tring OTT. Kape Renën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim I Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Top 5 Kape Renën. Për këtë javë, Rena numër 5. A ka në të vërtet një plan sekret për ta dominuar botën nëpërmjet ChatGPT? Me nonë motor po? Po luli tash që s'pak e pe? E pash. Për qef Po ki I shkote për qef nukët. I shkote. Edhe flokët më bërë përshtypje. Po, edhe mu. Më pëlqen shumë që ka një analogji në këtë vendin e 5 me organet gjinitale mashkullore, ndoshta skenaristi është Kush e ka shkruajtur këto molla? Është pra që të dominosh botën nëpërmjet ChatGPT-s është njësoj sikur të kesh në dorë një farçe kiçi ku ishin organizuar me të cilin do të ndërtosh fallusi këtu me të cilin do të I paske çekiçti me cilin vetë ave muhabetin Greta kaloj tash po e vore theksin me këtë çekiçin me të cilin do të ndërtosh një shtëpi duke goditur pa dashje gjinitalet e tua prandaj prandaj gjinitalet me gjë me që të dhemb aq shumë sa thuhet
shpall komplotin botëror që quhet Big Martello. Big Martello, kështu. Okej, tu bë kokra mishi. Ti e bind popullin që të vjen pas si dele. Pas nga i qivet keli me lazer. Kështu është dhe kjo punë, një sër videosh në cilat ChatGPT argumentohet si një krijesë okulte për të zotruar botën, madje shpesh konsiderohet si satani në mesin ton, por në fakt nuk ka si forcë të errët që merret me ChatGPT. Ja, edhe në Shqipëri, krijesën ne kemi quajtur diella dhe jo nata. Rastësi, unë nuk mendoj kështu. Përshëndetje, unë jam Lidia, këso unë jam Perëndimi. Me që jemi në këtë temë, domethënë nuk e di juve, por unë jam akoma në dilemë. Ora, kam prisha xhami në Kinë apo parku në Indonezi? Çka kam prisha? Do ta zbulojmë në 069 ose në +33 49 55 11 44. Po pse për çfarë luajmë mirë? Për çfarë luajmë? Ne luajmë për një muaj Tring OTT, një abonim ku mund të sportifikoheni të gjithë. Sportifikohet çik sportifikohet. Po sportifikohen. Edhe tonifikohet dhe sportifikohet. Se kam pak punë. Ku i pendeshje dje? Se Ilir Vrenozi kishte patë Tringu. Po ti shohi. Po ti vëshia Ilir Vrenozin apo ndeshje? Nëse. Ky përgjon çiftet. Po ç'të bëjmë? Ç'të bëjmë? Facebook? Nuk e prisja kur. Rena numër 4. Nuk është era e parë që qarkullojnë lajme që kanë lidhje me shtetërrethime veçanërisht pas pandemisë, por kësaj here kemi thyer rekord. Bravo me qof. Dasha. Është të spazhur. Sipas disa arenave në komunën e Kyros në Itali, është shpallur ndalim qarkullimi në rrugë nga ora 22 deri në orën 5 të mëngjesit. Bravo i qoftë Italis. Bravo Meloni. Por pëlqen kjo, gjithë kjo mas drastike merret që t'u jepet mundësi drerëve që të çiftohen të qetë. Në mes autostradës. Sepse rituali i çiftëzimit të drerëve ka nevojë për qetësi. Bravo i qoftë. Mos ja prishni me makinë. Jo, mos ja prishni qetësin. Mos ja prish. A duhet që t'ja drerit të punë veta. Kërkush mos ta. Janë biznese familjare. Është lajm i re. Mua do të pëlqente të ishte lajm i vërtet në fakt që të respektojmë në drerëve. Dhe me që ne të tjerë do mbylleshim në shtëpi kur drerët bënin ne çfarë do bëshim? Jemi që jemi veglat e kemi. Ahoj. Ne do thënë. Pa të pëlqeu. Super. Pëlqeu shumë. Ishte fantastike. Më po të ishte me dema ke qenë. Më çik modest, tani çik modest. Ai sa ke mundësi. Ai sa më ka pasur. Ka javë që flitet për atë vjedhjen e mirënjohur të muzeut të Louvrit. Ka po sot edhe 5 tjerë, po nuk i gjetën ata. Po ato kishin kërkuar falje pjesërisht. Ama ka një vit që Egi nuk po interpreton më këtu te KPR. Se mos keni kërkuar edhe se bëron. Hajnat i përshëndeti vetë George Clooney. Jo prit se mund ta kërkojmë. Urdhëro. Nuk e besoj kur që mund ta thoja, por ha zemra. Ka marrë malli për Vlorën. Për Vlorën. Po ti piqe durë tani. Direkt, jo do të hapësh krah. Kështu. Ja, dy thuhet se i kanë kapur vlla. I kanë kapur. Po gjithsesi në rrjet po qarkullojnë do video në Vlorë, do video. Më mirë. Do video. Ku pretendohet se janë vlla. Pretendohet se janë hajdut duke dalë nga dritarët e ajo është vlla unë çfarë? Ti. Po ku nati pra? Kuptoj qartë. Pretendohet se janë hajdut duke dalë nga dritarët e thyerat muzeut me objekte në dorë. Në fakt. O sa fakt para fakt dashurojmë. Bëhet fjalë për pamjet zhvilluara nga video degeneratori Sora 2. Degeneratori. Sora. Dalim vlogta, desha vlogta, gjithë batuta janë. Sora 2. Madje pamjet kanë edhe logon e Sorës. Soros apo Sorosit? Soros. Jo e themi ne po tjetër e themi dhe Soros, s'ka problem. Po tek e fundit respekte për gjithë skifterat tan vlla dhe investimet e kapitalet të tyre në këtë sektor të ekonomisë. Serbi. Pra, Serbi. Vazhdoni, s'ka asgjë të keqe. Nuk e thonë që është Shqipëri. Nëse kjo më pëlqeu shumë. Edhe mua pëlqeu. Ja pra një kërkesë bëri vajza edhe direkt. Për vend e parë pagesë ke. Tani dua $1 milion. Prenotohej që tani për vend e parë. Më dëgjoj mua. Pse e ka prapë i vendin e Si parë? gjithmonë. Në bazë meritës, ë? Pse? Më lehti dhe jetu ashu. Po ta mund na dami dhe mund duhet. Ngela një po Greta ti. Rena numër 2. Faleminderit. Një grup që merret dhe është i apasionuar pas makinave të vjetra ka publikuar një video ku tregohet një makinë Tesla me motor nafta. Po. Në shënimin e videos lexohet. Gjithë ato që kishin nevojë. Ashtu siç i pëlqen Greta Thunberg. Thunberg shqiptohet? Këtu jemi. Thunberg. Greta Thunberg. Është një fytyrë që nuk ka çaj duhet njerëzimit. Gjithsesi ata i drejtohen. Mund ta përcaktosh dhe Thunderstruck.
Po. Ja, po e quaj Greta. Ata I drejtohen aktiviste së mirënjohur, e cila shpesh bëhet objekt gjuhe urrëtie, objekt lajmesh të rreme, madje deri tek deepfake në kufit e revenge porn. Megjithatë, kjo video është prodhuar nga inteligjenca artificiale. Nuk ka Tesla me motor naftë e mërzotri, por Golf 2 ka sa të duash. Si ishte I muhabeti kujtësit, e prishë Xhamina pe? Apo parkun e Lodrës. Do ta themi, po s'kem rak. Do ta themi. Do të ardhë një mesazh. Do ta themi. Shumë me thënë drejtën, po na vinë edhe kështu denoncime me thënë drejtën. Jo, thonë në mëngjes këto. Te syua, te syri. Ju lutem. Me Flavio, duke I shpirti. Flavio na shi në sy. Okej, seriozisht, një herë është mjaftuar. Kemë foto mund mikë Flavio ty. Dhe Filati. Okej, tani është vendi I parë. Çe kam mund? Jo. A do të ta lëmë në parë? Jo, është përgjithësi e madhe beso. Nuk e dua shumë. Por Rena numër 1. Vendi I parë. Rinin qetë njerëz. Se edhe komiku I mirënjohur Agron Llakaj ka rënë viktimë dobësimit. Po, rinin qetë. Kush bie viktimë dobësimit? Ja pra, kështu është lajmi. Më sakt ose më sakët e kanë dobësuar me zor. Po, pra. Gonin ton. Gonin ton, sipas disa portaleve. Ata pse lexon siguria nga Memalia, jo burr. Se nuk e bën. Pa, tani çfarë themi. Sipas disa portaleve që I duan të mirë. Ose lexohet sigurisht ishte Goni. Po s'di pra ta lexoj, po Goni flet, po jo, Goni flet dialekt. Nuk flet. Ja, me thon drejtën. Ai e përdor kur I duhet për çështje personazhes. Po. Më kupton? Kapish. Personazhes. Sipas disa portaleve që I duan të mirën, mësohet se ai për 34 ditë ka përdorur një hile. Në thonjza. Patjetër, sipas së cilës ka humbur 27 kg yndyrë. Me sa të nyrë. Po. Madje nuk e njihte as veten e tij në pasqyrë. Me një fjalë ose me pak fjalë, ka pirë 2 herë në ditë një gjë me emrin Netflix. Përshëndesim Flixi ty. Përshëndesim. Për të bindur publikun për këtë hile, portalet botojnë një foto të Gonit jashtë si puna ime dhe një modeli me fytyrën e montuar të Goni Hollak. I hold Goni. Për të sa të thithë çik frymse mra. U hollove bordjal. Por magjik. Çfarë ka thënë për këtë temë aktori I mirënjohur? Ai në një postim në Facebook ka denoncuar këto portale duke shkruar: Të dashur miq, prej disa ditësh në rrjetet sociale qarkullon një reklam me imazhin tim ku reklamohet një produkt dobësimi. Nuk kam përdorur kurrë një ilazh të tillë dhe ju bëj thirrje që as ju mos ta përdorni dhe mos bini pre e këtyre mashtrimeve. Ky është abuzim me inteligjencë artificiale. Bravo Goni. Bravo Goni. Bravo. Ore, ti ndihesh mirë me trupin tënd? Sigurisht po. Po atëherë pse duhet dobësosh? Po unë jam mirë. Po ja unë lexoj lajme, nuk bëhem pjesë e lajmit. Ti e di pse u dobësova? Po. Kush Pse s'jam dobësuar akoma? Je mirë, nuk e keq. Gërhas natën. Mirë. Gërhet natën. Ish mua Lebin, sultiashin këto. Kam përzën. Jo, është problemi I shtratit, po. Diskutojmë diku tjetër. Pas pak do të vi momenti I së vërtetës. Shohim se kush na ka rrejt. Po unë them ti përsërisim edhe një herë të variante për gjithë ata që I kanë harruar. Këtu jemi. Një video që është parë mbi 150.000 herë në Facebook pretendon se tregon shembjen e një xhamie në Kin. Megjithatë, ky pretendim është I rrem. Me anë të motorit të kërkimit pamor, Google Lens faktoje gjeti se video e bashkëngjitur është postuar në TikTok më 8 mars 2025 me mbishkrimin në gjuhën indoneziane. Thot: Dita e dytë e çmontimit të parkut turistik Limbisk në Punkak, Bogor. Limbisk, si e kishte kjo Punkak? Po. Domethënë punë me e qartë. Mbishkrimi përfshin gjithashtu një deklaratë në anglisht ku thuhet se ndërtesa është një ndërtesë në stilin indian në një park, pra jo një xhami. Parku në fjalë ishte një park argëtimi në Punkak, një qaf malore në provincën perëndimore të Indonezisë. Domethënë kjo kadenca në fund më pëlqeu jashtëzakonisht. Kadencë quhet apo? Po, kadenca luhet gjithmonë pa instrument. Vetëm ai ekzekutori I kadencës vetëm ai. Dhe përgjithsisht luhet në diku te ad libitum quhet. Wow. Si quhet më? Ad libitum që është për çefin tënd. Aha, më bën një kadencë. Po kam studiu për ta. Ke studiu? Po kadencë, po ka dhe dem. Ku kam qenë unë tek billboardi, domethënë. Ka dhe një alternativë tjetër. Ka patjetër.
Një video. Po alternativa mund të ishte edhe nga lushnja, por. Po çdo. Do thithaj shumë frymëza e bëj me tek. Jo, se ka denca pastaj do vdes. Një video që është parë Mbaroj që tani. Një video që është parë mbi 150.000 herë në Facebook tregon shembjen e xhamisë në Kinë. Human Rights Watch në një raport të vitit 2023 akuzoi Kinën për mbylljen, shkatërimin dhe ripërdorimin e xhamive në provincat Xinjiang dhe Gansu, në veri perëndim të vendit. S'më duhet. Okej. OKB ka thënë gjithashtu se Pekini mund të ketë kryer krime kundër njerëzimit në Xinjiang, ku jeton një komunitet i madh ujkurësh mysliman. Kina e ka mohuar fuqimisht akuzat. Sipas Pekinit, myslimanët gëzojnë mjaftueshëm vende fetare dhe qeveria ka financuar riparimin dhe mirëmbajtjen e xhamive. Atëherë kush është duke na gënyer? Jemi duke luajtur pikërisht për një abonim 1 mujor në Tring OTT. Po na gënjen Greta apo Vasili apo Egi. Greta, na thuaj në një mesazh, domethënë që ti të kërkon telefonin. E kuptoj. Jo, isha duke lexuar disa mesazhe të tjera ndërkohë që na kanë ardhur në WhatsApp. Jo në privat. Greta gënjen thot Dritani. Po pse gënjen Greta thot dikush tjetër. Përse? Egi. Gimi si quhesh? Egi gënjen. Nuk po gjeja të mesazhin kësaj here që thot Egli. Egli gënjen. Po s'mund të jetë gjithmonë një që thot Egli, se është konflikt interesi. E pra. Ne I themi tjetrit kur do martohesh, kur do bësh fëmijë sa e ke rrogën pa hapur perdet, jo me perde hapur. Klub sërullup. Jam për klubin e mëngjesit. Okej, më pëlqen shumë që kalon gjithmonë te klubi i mëngjesit. Atëherë. Nga I kapët këto të shpime. Okej. Kjo është më I shkati, më I shpejti. Pra, më në fund. Na fali. Pra kush ka rrejtjer? Nuk po I gjej emrin. Është një numër me 99 në fund, po kërkoj emrin e tij ndërkohë. Bingo. Sa mirë që këto video publikohen në YouTube, se patëm një problem me episodin e parë. Por çdo gjë është faktojuar, po. Atëherë, ndërkohë që Greta po gjen, po. Po, Egi po gënjen. Egi ka gënyer sot. Si vjetur të gjithë ky burr. Është pjesë e traditës time. Kështu që nuk kam fare pse të vitur pjesë e karakterit. E traditës së gjitha burrave përveç Esionit, I cili e gjeti këtë quiz. Esion Urime ke fituar 1 muaj abonim në Tring. Me këtë super fushat të fundit me qira fjala, të sportifikohu me Tring. Është moto e këtij sezoni, është një sezon spektakolar ky 2025-2026. Platforma më e madhe televizive dhe sportive në Shqipëri sjell ekskluzivisht kampionate sportive më të forta në botë. Kjo më goja. Champions League, Mbasi UEFA Super Cup jo nuk ka mbaruar Keli. Sepse është dhe Serie A që ne kemi aq shumë xhan. Kupa dhe Superkupa Italisë, Bundesliga 2, Superkupa e Gjermanisë. Janë dhe risitë e sezonit, NBA, MotoGP, Superliga Portugeze dhe jo vetëm. Do të ketë transmetime live, kontent për gjithë familjet, filmat, seriale më të fundit. Premiera ekskluzive, kështu që gjëja më e bukur është se fiton nga oferta promocionale duke nisur nga 10.900 dekoderin e merrni dhurat për abonimet 12 mujore për të shijuar të gjithë përvojën e mrekullueshme sportive dhe jo vetëm për gjithë familjen tuaj. Shikon, vjen e përgatitur në punë Keli. Dhe mbi të gjitha, këtu do jemi në fund të programit Kaperrenën, por do ndajemi me një imazh të jashtëzakonshëm të Lulit që I paska kthy flokët me vina. Po ta thash pra. Po kjo çeka e papa. Po ta thash pra çfarë dhe modeli flokëve, po nuk po dëgjoj. Patjetër, goxha djalësh. Dhe që ka goxha flok. Po, dhe ka marrë mirë kanaje kësaj radhe. Patjetër, mos harroni që ky program është një prodhim I Club FM, mbështetur nga Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Do ta mbyllim në mënyrë fantastike. Kujtohet I film me Schwarzenegger që ishte aktor në kinema dhe pastaj dilte në jetën reale me ideal të vogël me atë biletën magjike të kinemasë. Po. Ore ju, magjike me një këngë të AC/DC që titulloi Big Gun. Yes. Kaperrenën është një prodhim I Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.